Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News. Mirë se vini në emisionin Pa Kollare. Unë jam Urim Tusku dhe së bashku në këtë mbrëmje të sotme ne do të ndalemi tek çështjet të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin e përditshëm, sidomos javor, të përmbledhur në këtë fundjavë ku për hir të vërtetës ka qenë e ngarkuar sidomos situata politike në vend e cila pothuajse edhe pas zgjedhjeve që u zhvilluan në 11 maj vazhdon të ketë interes të madh mediatik, por edhe njëkohësisht të shtuar nga opinioni publik i cili e ndjek me vëmendje situatën paszgjedhore. Ka një zhurmë, le të themi të nderuar teleshikues, ku pas zgjedhjeve vazhdon të diskutohet ende nëpër studio televizive se çfarë lan pas zgjedhjeve. Si gjithmonë në studio unë kam të ftuar kolegët e mi të nderuar, duke filluar me zotin Dritan Laci, mirëmbrëma, mirë se erdhe, dhe zotin Reldar Dedaj, mirëmbrëma Reldar, mirë se erdhe. Të nderuar teleshikues, ashtu si kundër tham edhe pak më lart në hyrje të këtij programi, pra në mbrëmjen e sotme ne do të trajtojmë temën e cila ka të bëjë me situatën paszgjedhore në vend, e cila për hir të vërtetës po merr shumë vëmendje. Dhe prandaj do ta diskutojmë, do ta shoqërisim në mbrëmjen e sotme këtu në emisionin Pa Kollare, ku ajo që ka, ose le të themi ngret pikpyetjen e madhe është se si do të vazhdohet me këtë situatë tashmë, do të analizohet pafund, do të paraqesim kontestime, do të paraqesim ato vërejtje që her pas here i dëgjojmë, apo thjesht do të kalohet një hap më tej që ato do të konsiderohen tashmë si një proces i mbyllur. Ta kaloj fjalën tek ti Dritan, si e sheh këtë proces të paszgjedhjeve, le të themi, ku për hir të vërtetës vazhdon të ketë ende vëmendje nga opinioni publik në Shqipëri. Kemi parti politike, sidomos të mëdha, të cilat mbajnë një qëndrim të caktuar, partia opozitare pothuajse po përgatitet me kontestimet e saj, që jo që të mos i quajë dhe të mos i njohë zgjedhjet, por thjesht të mbajë ato qëndrimet e saj me kandidatë të caktuar, të cilët me sa duket nuk janë dakord me këtë rezultat. Shiko, për mua deri diku që diçka e pritshme, kjo domethënë kjo që të pasonte zgjedhjet. Domethënë sigurisht ka një lloj qetësie të orkestruar nga majoranca, pra të mos ketë asnjë lloj kundërshtimi apo asnjë lloj debati me opozitën, pra le të ketë një lloj delegitimimi të opozitës në një farë mënyrë për ta lënë atë të vetme në këtë luftë. Sigurisht është një orientim që Partia Socialiste apo majoranca e ka pasur dhe para fushatës. Pra, le themi mos ketë asnjë lloj konfrontimi me opozitën në këtë rast, dhe duket se në një farë mënyrë ja ka arritur. Pra, gjithë kjo heshtje që ka pasuar atë që është post zgjedhje, është me një qëllim të caktuar. Sigurisht domethënë që qëllimi është për mos i dhënë zë asaj në një farë mënyrë maskarade që ka ndodhur në zgjedhje, dhe sigurisht ka qenë maskaradë me një kah vektori nga ana e majorancës. Sigurisht domethënë që majoranca dhe Partia Socialiste nuk e kanë pritur një tërheqje ose një mungesë, le të themi, urimi nga aleati vetë më i madh, ose aleati më i madh që ka Shqipëria, që është në këtë rast Amerika, e cila u mjaftua vetëm me 2 rreshta të thatë, ku falënderonte thjesht popullin shqiptar për zgjedhjen, por nuk dihet nëse falënderonte atë pjesë të popullit shqiptar i cili në mënyrë demokratike shkoi të votojë, apo e futi gjithë për ata të cilët në këtë rast e përkundër udhëzimeve të vazhdueshme të Amerikës dhe ambasadës amerikane në Shqipëri, për mos ta shitur votën, bën të kundërtën. Në këtë aspekt duket sikur majoranca, pavarësisht se ka humbur besimin në dukje të Amerikës, nga krau tjetër vazhdon akoma besoj me të njëjtat skema PR-i, pra dhe themi domethënë që mos i kundërvihet kësaj opozite
ose ta lërin atë që Rama quan gjithmonë, bataku i saj ose këneta e saj. Mos ta konsideroj fare me dhe po, mos ta konsideroj dhe duket sikur opozita tani më është e vetme në këtë luftë. Duket sikur i përsërit veten në çdo zgjedhje. Dhe po ta shohësh dhe gjuhën që Rama kryesisht është, domethënë që ta kanë një melodi, kanë vetëm zhurmë ose musical në këtë rast, që duket zhurma i një sharre në pyll, atje shumë larg, dhe që ne do vazhdojmë akoma me mënyrat me punët tona. Pra Karvani ecën përpara, kurse por ajo që ka ndodhur me këto zgjedhje me Amerikën është një gjë e cila në fakt jo se unë nuk e prisja, por duke marrë parasysh zgjedhjet e vitit 2013, zgjedhjet e vitit 2017, zgjedhjet e vitit 2021, duket sikur neve kemi një lloj degradimi të zgjedhjeve dhe vetë Amerika është sa vjen dhe po e pranon, domethënë që ky në fakt është realiteti në Shqipëri. Pra, nëse në 2017 le themi pati një superlativ për Ramën për zgjedhjet, nëse 2021 ta që zgjedhjet janë të mira, janë të pranueshme, këtë herë zgjon domosdoshmë që mos flas fare për zgjedhjet, por mjaftohet vetëm me një kartolinë nga ambassada amerikane, që ishte për popullin shqiptar dhe mos se çfarë do pasojë më pas, unë e kam një mendim. Po, do të do ta zhvillojmë më brapa. Mos ta konsumojmë tjetër real. Por unë mendoj domosdoshmë që në shtator do kemi një pasim të shpejt në ngratave në Shqipëri. Por se sa do të mjaftoj kjo realiteti i terrenit këtu për ta rikthyer edhe një herë demokracinë në shihen e veta, këtë nuk di ta them sepse në fundit duket sikur non gratat në këtë vend nuk se i ka shërbyer klasës politike për të pasur një reflektim apo për të hequr dorë nga disa vese, të cilat ajo me sa duket vetëm që nuk e heq dorë, por vazhdon akoma të ushtrojë dhe në mënyrë më çështëshme. Po. A është instrument apo jo non grata? Nëse do të kjo është po. Eldar, shumë zhurmë pas zgjedhjeve ose një zhurmë të madhe të cilët po përpiqen ta bëjnë partitë të cilat nuk arrinë të merrin atë çfarë prisnin. Fjala vjen partia opozitare më e madhe në vend, Partia Demokratike, ajo po e mban dhe po e kryeson debatin publik, le të themi, pas zgjedhjeve. Duke ngritur pretendimet e saj që diku janë manipuluar, diku janë vjedhur, diku janë futur duart nga mazhoranca, si të duket i gjithë ky diskurs post-zgjedhor. Tani, kjo është e pritshme, realisht. Ajo çfarë do thoje opozita, Partia Demokratike si më e madhja forcë politike e opozitës në Shqipëri, por kjo situatë ose kjo panoram ka sjell një detaj shumë të rëndësishëm, që për hir të vërtetës e dëmton shumë realitetin social, shoqëror, kulturor në vend. Për arsyen se ne kemi dhe themi se kemi një republikë parlamentare dhe ashtu realisht është sipas kushtetutës, por de facto ne kemi një republikë kryeministrore. Për arsyen se 83 mandate në Kuvendin e Republikës Shqipërisë do thotë që janë vetëm të një force politike e vetme, do thotë që ta disfunksionalizosh jetën parlamentare në vend. Pra ta bësh pothuajse, pra këtë republikë ta bësh inekzistente, të panevojshme. Ju e pat në seancën e pardjeshme, po të përmbyllshme, çfarë retorike dhe si u sollën aktorët politik aty. Për shembull, që mu më bëri shumë përshtypje. Dhe në media u komentu shumë pak. Por roli i kryetares kuvendit dhe debati që bënte ajo me kreun e Partisë Demokratike, siç është Sali Berisha, e cila i thonte ka mbaruar koha jote, jo vetëm e bën këtë kuvend. Jo vetëm e bën këtë kuvend disfunksional, por ul integritetin
e Republikës përballë qytetarëve dhe përballë partnerëve tanë ndërkombëtar. Sepse në kushtetutë roli i kryetares së kuvendit është mbi palët. Është rol asnjanës. Jo një militante. Jo një militante. Pra çfarë do thotë? Këtu vetëm me këtë rol ne kemi rënje të kësaj republike. Kemi disfunksionalitet të jetës parlamentare. Kemi ekstremitet dhe kemi ulje të integritetit të postit, të rolit saj. Çfarë lidhje ka kryetaria e Republikës së Kuvendit të Shqipërisë me kryetarin e një force politike që në fundit është problem i asaj force politike. Dhe mbi gjitha, kur 83 mandate, një mazhorancë ka të drejtën të bëjë nul çdo ligj, propozoj, miratoj, çfarë do, sepse në jetën parlamentare funksionon diktatura nura. Kaq, madje e bën një lloj ilariteti dhe roli asaj më frikson mua sepse them se legjislatura e re do të jetë komplet një lloj ilariteti. Duhet ishte më fair, do thoni. Po pa diskutim sepse ka e parë duhet të jetë lartësinë e detyrës. Po pra, përveç Pikë parë duhet të jetë lartësinë e detyrës. Së dyti duhet të ketë konceptin demokratik dhe paanësinë e institucioneve. Jo, me ajo çfarë them? Ajo me zipriste për ta bërë ilaritet pra, për ta disfunksionalizuar jetën parlamentare në Shqipëri. Që në thelb është një barë shumë e madhe për qytetarët shqiptar. Kuvendi i Republikës Shqipërisë dhe mbi gjitha foltorja e Republikës Shqipërisë është një vend ku propozohen, sqarohen dhe orientohen qytetarët shqiptar mbi atë çfarë pret, si do të jetë drejtimi i këtij vendi. Jo, e di çfarë, me që ju e përmendet pak më lart, e di çfarë u re, ishte një seancë përmbyllëse të legjislaturës së kaluar, ndërkohë që diskutohej për numrin e deputetëve dhe për zgjedhjet që u zhvilluan. Për atë se çfarë e priste. Fundit ky parlament, ky kuvend e ka humbur atë që është funksionaliteti i vet. Tash ky është një parlament i cili thjesht pret pushimet verore. Kaq. Dhe diskutoi dhe pastaj po pra, ajo që thotë Derildaj, domethënë që mbi zotëron vetëm hilariteti, klounata, aty, butaforizmi, të vetëm element, e kuptoj, që ka e parlament. A do jetë më i mirë ai që do jetë vazhdim, ai do jetë më i shëmtuar se kaq. E parlemroj pra, kjo ishte si pari. Se do jetë më i shëmtuar se kaq. Sepse prandaj ne i mshojmë domon zgjedhjeve, ç'a ndodhi me këto zgjedhje. Sepse nëse Berisha dhe Partia Demokratike, unë nuk mendoj domon që kanë bërë një gabim strategjik kur thanë domon që bandat kriminale ne do të shpallim organizata terroriste. Jo, kjo duhet ishte fakt gjua, por kjo bëri domon që bandat ta merrnin seriozisht këtë apel që i bëri dhe të dilin dhe më fort në terren dhe të bëjnë atë që sot qarqet e tëra në Shqipëri janë në dorën e bandave sepse kanë futur në kuvend deputet të tyre. Dhe nuk kanë futur më 1 dhe 2. Dakor, ata mund të bëjnë dhe po të duan ata, mund ta përmbysin në rendin shoqëror. Sepse mund të bëjnë aty grupe parlamentare brenda atje dhe mos ta pyesin fare më fare kryeministrin. Të diktojnë vendime. Jo diktojnë vendime, por ajo që është vazhdimi, është një re e zezë, në cilën ne nuk e shohim këtu. Por deputet të cilët në qarqet ndryshme të Shqipërisë, sot të diktuar nga bandat kriminale në zonat ndryshme të Shqipërisë, mund të drejtojnë, mund të emërojnë drejtorin e OSHE-s, drejtorin e ujësjellësit, të gjithë emrat që janë në administrat dhe në mënyrë këtyre të marrin në dorë dhe atë që është ambari i votave. Pra nesër Ramën mos ta pyesin fare. Të krijohet një lloj separatizmi ose pikërisht pavarësie. Po. Kërkojnë që kjo është më e keqja që mund na vinë në vazhdim. Dhe nuk e thash më kot, domethënë që vetëm një gur që ka sot Amerika, nëse do veprojnë me këtë, janë non gratat. Pra ti shpall dhe Amerika nga krau saj. Atë që nuk e bëri dot Berisha, nuk e dot në pushtet në këtë zgjedhje, ti shpall këto organizata terroriste, nuk e di çfarë emri mund t'i vej, ti vej sanksione shumë forta. Dhe kjo është vetëm një mënyrë për të shpëntuar këtë që ka ndodhur me këto zgjedhje. Si të duket Eldar
reagimi i opozitës, si Partisë Demokratike që ka nisur le të themi një përditshmëri të konferencave të shtypit, duke paraqitur prova dhe fakte Deja vu. Është si Faktikisht prove komunikuar është njëra gjë. Arrin ta marrë dhe mendin organet publik. Prove e quar në institucionet e drejtësisë është tjetër gjë. Opozita duhet të kishte përgatitur dhe duhet të kishte ngritur mbi gjitha infrastrukturën e mbledhjes së provave dhe të ishin depozituar në organet përkatëse, që jo se mund të ndryshonte gjë. Por qytetarët shqiptar të ishin të vetëdijshëm se opozita po denoncon një farsë zgjedhore dhe për këtë arsye ka marrë përsipër ose do marrë përsipër luftën dhënë me këtë lloj regjimi, sepse me 83 mandate dhe nëse është ajo siç pretendon opozita që votat ka arritur që krimi organizuar, presioni shtetëror, infrastruktura zgjedhore etj të arrijnë të prodhojnë këtë rezultat, do thotë se këtu s'ka zgjedhje, ka rënë zgjedhje. A mos po hyn në kurs? Por kjo duhet me fakte konkrete të dërguara në organet përkatëse. Opozita do ta kishte bërë. Ku do të çojë tek KQZ-ja e cili bashkë Spaku e cila e ka. M'fal, Edi Rama ka filluar që nga data 12 maj, ka filluar punën për zgjedhjet e vitit 2030. Dakor. Spaku e fillon punën e vet, e kupton në muajin mars të vitit 2029. Nëse do jetë zgjedhjet në muajin maj të vitit 2029 apo 2030. Dakor. Po, ndërkohë që këta e fillojnë punën një muaj pasi kanë mbaruar një palë zgjedhje. Dakor. Jo, Eldari po thotë dhe opozita vetëm rrudhet. Dakor, ndërkohë që bëri një testim dhe këtë testim nuk e ka bërë vetëm për në Shqipëri, por e ka bërë dhe për ditur se në fakt amerikanët do ta pranojnë apo jo këtë lloj testimi, që krahas asaj që ka bërë sot majoranca socialiste, pra të fortëve që ka folur në parlament, edhe vetë Partia Demokratike ka futur disa të fortë. Dakor, në disa zona të Shqipërisë. Dhe po pret një reagim. Nëse Amerika do të godasi këta të fortë, do godasi vetëm të majorancës apo do godasi edhe të PD-s. Nëse ky testim del me sukses, atëherë do thotë që në zgjedhjet e ardhshme, që janë shumë afër për 2 vite, se janë zgjedhje lokale, atëherë edhe opozita duhet të kundërvihet me këta të fortë. Atë do të shohim se çfarë do të bëjë opozita, por ishte ideja këtu që vazhdon Eldari idenë tënde. Dakor, mund të jetë dhe kjo, nuk e përjashtoj. Unë merr kuptimin, mundohem të analizoj edhe të ndërtoj analizën ose diskursin tim mbi bazën e argumentit logjik dhe si do ta ndërtoj logjikën time. Pra, nëse opozita ka mbledh fakte dhe ka fakte, por ka dhe 2 gjëra, 2 detaje që do i them pas kësaj që them. Ajo se s'bën duhet i depozitojnë organet e drejtësisë. E një apo se një atë strukturë. Po ai ka të faktuar apo jo? Ka prova apo jo? Po ke dy dhëna shumë interesante. Një dhënë interesante që për hir të vërtetës tani ne nuk mund të rrim ta shmangim. Ta neglizhojmë, po. Është Saramile në Elbas. Po dakor. Tani ka një logjik. Po vota. Je vetëm provë që ka marrë shumë vota. Provë tjetër është edhe një herë kënd balla. Nuk është kështu. Është një herë kënd balla. Është edhe një herë kënd balla. Unë të thashë këta kanë bërë grup. Unë të thashë këta kanë bërë grup në parlament në një zonë të caktuar të Shqipërisë. Ja ta mbaroj. Po i morën kështu pastaj me një gjithë si pulla posta, një nga një, e kupton siç vulos ajo atje, është histori tjetër pastaj. Është Erken Balla në Durrës, edhe ky tani dëgjori. Po. Kush e njeh infrastrukturën zgjedhore dhe kush është marrë me zgjedhje, të prodhosh një numër tillë votës, duke qenë një personazh anonim, pa një vokacion të madh. Ka qenë deputet më këtë ky, është vazhdon të jetë në kush? Erkan Balla. Po është pra deputet aktualisht. Bile madje u intervistua dje nga një gazetare. Zoti Balla. Atë kjo që nga akoma dhe më tragjike. Se di pra. Kjo tragjizmin që mos ta njohë askush, mos ta di ashtu dhe të përfundoj e di kush mund të marrë një numër të votë. Sepse këta personazhe, të dy personazhe, për shembull 29 vjeçari si Saramile, te një realist, me një retorik, po thoj, do të thush të një njeriu nën mesatar. Do ma ngret dyshimin arsyeshëm. Nën mesatar, ngren dyshimin po jo, të marrësh 20 e sa mijë vota. 20 e sa mijë vota. Unë e kam thënë dhe herë në një studio tjetër televizive, e kam thënë që edhe Aleksandër Gjuvani ishte ngritur nga varri, nuk kishte shanse ti bënte. Prodhonte një mekanizëm të tillë votash preferenciale. Që çfarë do thotë të marrësh se do të kuptoj. Ti kërkon përfaqësinë, pra.
20.000 persona, mbi 20.000 persona të përfaqësohen te integriteti jonë. Po ti ende nuk ke ndërtu integritet profesional. Si ka mundësi të përfaqësohen 20 e sa mijë qytetar të rrethit qarkut Elbasan tek ju, kur vetë ti nuk je e qartë që përfaqëson vetë si individ. Je në thjesht 29 vjeçë, pa pasur asnjë lloj karriere profesionale, integriteti figurës dhe për të njohur shoqëria kontributin tonë. Ajo mund të jetë njëri shumë i mirë, nuk e paragjykoj. Por, ama ti nuk i ke dhënë shkas kësaj shoqërie që të kesh përfaqësimin e 20.000 personave. Si do ta vërtetoj pastaj Partia Demokratike Tani ose institucionet? vërtetimi është këtu. Vërtetimi është këtu. Provat, cilat janë provat që mund të sillen. Provat Ti serviren opinionit publik. Shumë drejtësia është e vërtet funksionon me prova, është këto. Për kundrejt provave. Janë personazhe të angazhuar. Unë jam, mua vetë më ka bërë përshtypje ky element, ky fakt. Dhe jam interesuar. Kush janë personazhet që janë angazhuar në gjithë qarkun e Elbasanit për personazhin sa me emër konkret, Sarami. Të gjithë ata, një të paktën në 4 prej 5 zonave që kanë arrestisur kanë qenë njerëz me të shkuar kriminale të arrestuar nga policia, cilët kanë dalë dhe me lidhje të caktuara, të ngushta, shoqërore, por edhe kanë qenë në qelid të burgut. Që nuk janë kaq të rastësishme gjërat do thuash. Me Suel Qelën, një personazh për shkak në papër të Elbasanit, që u interesova unë, kishte kryer burgun, kur Suel Qela kishte qenë në një qeli moshën 17 vjeçare me atë personazh. Ai personazh tashmë ishte investuar në fshatin Papër dhe në ato fshatra rreth rrotull për të grumbulluar vota për Saramin. Tani çfarë? Nuk është fakt ky? Jo, fakt është. Nuk është tregues ky? Po si e ngarkon këtë me përgjithësi? Nuk është tregues. Tani ne nuk po themi që të dënojmë Saramin. Ne po themi që infrastruktura e ndërtimit të infrastruktura e orientimit të votës për kashi mazhorancës socialiste ka qenë partneritet me krimin organizuar, me administratën publike dhe duke mbytur votën e revoltës. Vota e revoltës është shumë e rëndësishme kur e ditë se gjitha strategjitë e PR-it, thonë kur kemi votën e revoltës, në çfarë përqindje. Vota e revoltës është kur ti keni mazhorancë 12 vjeçare, të gjithë indikatorët ekonomik e qenë kundër shtresës mesme. Kundra rinisë shqiptare. Domethënë ty s'të dolën njerëz në votime, këtë do thotë. Jo, u neutralizuar. Këta njerëz janë pejmish që janë gjaku, apo janë njerëz që telekomandohen. Ku ka shkuar vota e revoltës? Unë për shembull kam votuar kundra kësaj mazhorancë socialistave, e them kudo, pse kam votuar kundra kësaj mazhorancë socialiste? Sepse kjo mazhorancë socialiste çdo model ekonomik e ka ndërtuar mbi kundra familjes time, kundra interesave të mia personale. Sot të pagush të jetosh në qira, me qira në kryeqytetin e Tiranës, fillon mbi 500 euro qirat e shtëpi. Që do thotë është më lart se rruga mesatare. Çfarë do thotë kjo? Ku jemi ne në si nuk do të mendojmë ne? Jam dakord pra. Është kundra nesh kjo. Po si mund të votojmë një qeveri që e gjithë ekonominë e ka ndërtuar kundra shtresës mesme, kundra rinjës shqiptare, kundra periferisë dhe ti marrësh këtë rezultat. Këto nuk mund bëjmë naivin. Nuk mund ta bëjmë ta thjeshtojmë. Ja do të shkojmë një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi vetëm. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë një hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak në studio në vazhdimin e diskutimit të nxehtë, le të themi, që e kemi këtu në studio në lidhje me situatën post-zgjedhore në vend. Kemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues në emisionin Pakollare, ku po diskutojmë në mbrëmjen e sotme në lidhje me situatën pas-zgjedhore në vend dhe zhurmën që la zgjedhjet në Shqipëri. Është rrethuar me skepticizëm të madh, sidomos nga forcat opozitare në lidhje me procesin zgjedhor. Prandaj hap pas hapi do të shohim se si do të jetë ecuria e politikës këto muaj, këto ditë që i kemi përpara, pra dhe që pritet me të vërtet të ketë zhvillime interesante. Nuk e di
Drejtani. Kishim fjalën te Sara Mile. Po nuk ishte, shikoj, duam Sali Berishën, kjo është histori komplet tjetër. Po nuk ishte Sali Berisha domun që 3 javë para zgjedhjeve thoshte bërtiseve të madhe, thoshte Sara Mile po bon namin në Elbasan, banda e Sueçelës po mbledh vota për Sara Milen. Pra, ku ishte ky spaku? Kishte informacione që i shkon. Atëherë Sali Berisha nuk është spaku. Po ta marrim kështu. Po ky spaku ku ishte këto 3 javë? Spaku është majoranca socialiste? Jo, ide pra, sepse task forca e spakut, po që nuk. Edhe herë, fakti tregoi domun që pas 11 majit, Sara Mile mori 20.000 vota. Pra, ky Sali Berisha, i keq, ashtu siç është, kishte informacion, dhe kishte informacion të bollshëm për Sara Milen. Shtej domun që nuk e kishte ky spaku. Atëherë, kishte informacion shumë mjaftueshëm për Arken Ballën e për gjithë tjerët, që realisht treguan që kanë thyer atje, kanë thyer çdo pritshmëri. Qëndrimi që po ban Sali Berisha dhe partia e tij është i përligjur tërësisht. Po absolutisht. Ose hajde merre Sali Berisha thuaj valla, ku e di ti që Sara Mile do merrte kaq vota valla. Merr valla Sali Berishën, çoj atje. Nëse i pa, tani këtë se bën, ta hetosh. Sali Berisha nuk e thret. Tash ose na thuaj domun që unë urdhër dhe i marrë nga diku tjetër, dhe nuk du me jetu, këtë gjë, ka që thjesht është këtë gjëja. Se ne do të kemi për herë tashmë. Po pra, sepse ne kërkojmë provat e fakte, o vlla. Po pra, kemi një person pra që na ka thënë, për herë parë, ti kishe dëgjuar Sara Milen. Jo. Derisa e përmendi Sali Berisha, kishe dëgjuar. E pash Tiranë me bodyguard. Po përse tash tek dosja, po pra, tani ke dosja e Suelçelës, kush e ka lexuar, e di shumë mirë domthon, që kishte një personazh atje, Luan Tabaku, që këta e merrnin dhe e mëronin. Jere çonin tu, jere çonin atje. Madje e kishin futur dhe mbrapa në makinë, që e kishin fshehur, që mos ta shifnin të tjerët, se ja merreshin të tjerët te Luan Tabakun. Po. Tash disa Luan Tabaku kanë në qarkun e Elbasanit që i ka merruar banda e Suelçelës dhe që kanë bërë vota për Sara Milen. Dhe jo, ky spaku nuk di gjë. Ja, s'digje. Këtu problemi është duhet patjetër që Sara Mile të marrë 20.000 vota, që ta tregojnë neve, e kupton që atje ka një organizim tjetër. Dhe ky është problemi që them unë, që atje demokracinë italiane jugun Italisë. Nëse dikur votat e administratës i mbledh një emëruar e zem nga Edi Rama, sot nuk i mbledh më i emëruar i Edi Ramës. E ka kapa i tjetri. Me pak fjalë nuk pas ka humbur sepse nuk kishte, shikon, nuk kishte mekanizëm tjetër që Sara Mile të merrte 20.000 vota. Përveç këtij lloji mekanizmi. Që nga ajo dhe mos mendo domun që janë blerë gjitha me para. Është blerë me influencë, blerë me territor, blerë me po nuk ka filluar puna. Nuk ka filluar puna 2 muaj përpara, kur filloi spaku, u kujtua spaku domun që fillonte ai filluar që ka kohë. Pra dakord po. Po nuk e fakton. Si? Nuk e fakton dot më këto faktor që po. E faktume është që sot spaku ka hyrë, ka hyrë në Bashkinë e Elbasanit, ka sekuestruar telefona atje, ku ja gjetur prova shumë të rëndësishme. Atëherë do të shohim. Sepse nuk bëhet fjalë thjesht për unë po marr personazhin e Tabakut. Po ai ka mëruar në çdo drejtori njerëzit e vet, të cilët i përgjigjen, të cilët i thonë domun që kaq vota ke këtu, kaq këtu. Ky është mekanizmi. Dhe këtë mekanizëm mund ta çmontoj vetëm një forcë, një vullnet jashtë Shqipërisë. Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Këtu opozita këtu është komplet e pafuqishme. Spaku nuk ka forcë apo nuk do? Sa do prova, Evropa sot as nuk do t'ja di fare. Spaku nuk ka forcë apo nuk do? Shiko, spaku pa vullnetin amerikanëve është i shëndzuar me zero. Është nul. Harrojeni këtë gjë. Ka një problem, dëgjoj, tani duhet t'ia themi edhe këtë gjë qytetarëve shqiptarë. Me këtë mekanizëm infrastrukturë që kanë ngritur majoranca socialiste për të orientuar votën. Çdo opozitë tjetër. Po s'është patronazhistët është një element i shumë i shëmtuar. Sistemi flas infrastrukturë, kur them infrastrukturë teknologjia e prodhimit të votës ka shi vetës. Është kaq e madhe, kaq e fortë, kaq e pisën, kaq e pabalancuar. Sa çdo opozitë tjetër të ishte, merre këtë duash, shpute nga çdo vend i botës
do ta kishte pamundur ta mundte. Problemi qëndron që ajo çfarë çorrentohen mediat me dashje, çorrentohen po edhe pjesë shëndoshë e opinionit publik është se opozita vet nuk ka bërë një proces katarsis. Purifikimit të saj. Po pra, jemi në situatën që të dy palët se nuk është thelbi kjo. Nuk e ka bërë pra kjo gjë. Ka lënë një hijet të zezë për hir të vërtetës, pa arsye që ne i kemi thënë këtu dhe unë për ripërsëris dhe një herë shkurtimisht për shkak të qytetarëve audiencës që na ndjejnë. Nuk e ka bërë sepse lideri i saj zoti Berisha për shkak të skizmës që u prodhua brenda Partisë Demokratike e nxitur nga faktorët brendshëm dhe të jashtëm, edhe nga armiqt e kësaj force politike, siç ishte mazhoranca socialiste, dhe Edi Rama për herë të parë ka arritur që të korruptojë një drejtues më të lartë të FBI-s për të goditur opozitën, për të goditur në atë kohë kryetarin e opozitës, siç ishte zoti Lulzim Basha në emër dhe me bie. Pra ka arritur deri aty sa të futet te partia, ka thyrë staturën e një burri shteti, e një drejtuesi, rolin e nderit që ka, dhe është futur pikërisht të kundërshtarit për të shkatruar kundërshtarin në falsiteti, duke korruptuar njerëz për të goditur opozitën shqiptare. Këtë e ka faktuar mediat e mëdha ndërkombëtare, nuk po e themi ne, është faktuar kjo nga mediat ndërkombëtare. Pra kanë arritur aty duke bërë dhe një lojë pisët. Dhe Sali Berisha për hir të kësaj skizme që u prodhua, për hir të shkatrimit të partisë, u detyruar të bëjë një lloj kodi zakonor pagazhuar me nderin e tij, duke marrë ato figura që i qëndruan, i ngelen besnik, sakrifikuan, dhe duke ju thënë të tjerëve se kodi i nderit është një shaponje që kapelje në kuptimin për meritat që ka zoti Berisha, dhe nuk donte ta thynte këtë marrë. Krijoi një vend të privilegjuarish aty brenda dhe jo ta hapte partinë. Një sekond tani se. se. Pse kështu ti Po nisë se kështu e Karama tash 12 vjet qeveri ka fut legendat fare dhe nuk e diskuto kush. Nuk është problem. Problemi po thënë se nuk e ndriçoi listën. Dhe këto është një problem. Nuk e ndriçoi listën. Berisha. Fakti që nuk e ndriçoi listën e bën loajal argumentin e rotacionit politik. E bën loajal argumentin e rotacionit politik. Kjo është një vërtetë e madhe. Por ne nuk mund të themi se ky tjetri, i cili ka 12 vjet, do bëjë edhe 4 vjet tjera, bën 16 vjet në qeverisje, ka shkatruar çdo indikator të demokracisë. Çdo indikator i cili do të krijonte rotacionin politik, do krijonte edhe ndryshimin. Dhe tashmë ka ardhur pyetja dhe shtrohet pyetja si do përballet shoqëria me këtë mazhorancë e cila ka marrë tipologjinë e një autokracie. Kjo është sfida. Ky është debati sot në shoqërinë shqiptare. Ta kanë bërë pyetjen dhe radhën e kaluar. A mund ndodhi domthonjë që në qarkun e Tiranës çdo kuti i votimit fitohet nga vetmja forcë politike? Ma thuaj. Në demokraci po flas gjithmonë. Po tani Po çfarë bën aki? Jo. Në orën edhe herë u më thënë edhe herë në Tiranë ka fituar çdo kuti votimi. Kudo. Kupton, nuk ka lënë asnjë, nuk ka lënë qoftë kuti votimi. Ai u ka bërë përshtypje që këto partitë e reja nuk po kontestojnë rezultatin e zgjedhjeve. Po sa do ta thosh atë kjo? Po problemi, shikoj, e konteston vetëm opozita. Problemi, po pra, ky është dëmi për rezultatin e vet. Po pra, opozita s'pas ka fare përgjegjësi këtu. Po pra, ky është dëmi që po i bëhet. Shikoj. Pyetje kjo. Po. Unë mendoj domosdoshmë që një nga dëmet që po i bëhet opozitarizmit, sidomos në këtë moment, është pikërisht heshtja e këtyre partive, që ne mendonim që do ngrihesh mbi lartësinë e tyre, dhe por që duket sikur janë shumë të kënaqura. Edhe s'kan pas as komisioner. Po, duket sikur janë shumë, duket sikur për inat të Vjerës, si Vjera në këtë rast është Sali Berisha, shkojnë në flenë me Mulligjiun, që është Rama atje. Po, sepse si duket janë kënaqur tani me këto dy deputeta, 3 sa kanë marrë. Atje dhe a kanë vërejtje apo jo, a kanë rezerva? Po s'kan për vërejtje, pra ku i kanë vërejtje? U bë 3 javë, as nuk duan të hapin kutit, as nuk duan të hapin as kamerat nuk duan t'i hapin. Po pra. Po, sepse në fundit edhe ne kemi thonë, edhe në këtë rast Gronshej hyri në parlament në logjikën e të fortit. Hodhi para në kuptimin e fushatës, dhe gjithmonë të kuptojmë, jo para në kuptimin e blerjes, po pra, pikërisht dhe hyrin në parlament, pra ai e kuptoi shumë mirë, kuptoi që kjo që në parlament nuk hyhet pa para. Dhe kjo është një logjik të fortë. Pavarësisht se kamuflohet pastaj me faktin e është histori tjetër, por
sigurisht që kjo është një dëm që i shkon direkt sepse zërin po e ngre vetëm Partia Demokratike dhe kjo është shqetësuese. Ky është qari, dhe ky është qari, po. Dhe ky është qari i Ramës. Pra se mos pretendoni më shumë. A pretendoni më shumë dhe partitë tjera? Ky është qari i Ramës, për të thënë domun që shikoni se nuk është vetëm një pjesë opozitës se kalë bërësh atje. Ta tjerë domun s'ka ne kundërshtim. E quajmë një proces të rregullt. Jeni të mendimit të dy, si Reldari, si Dritani, që këto instrumentalizohen nga Rama? Jo, nuk jam dakord me jam dakord me këtë. Nuk reagojmë Problemi qëndron që sistemi që ka krijuar Rama dhe Berisha dhe aksesi që ka krijuar Rama dhe Berisha këtyre partive dhe kanë interes të tjetër, do ta them unë pak më vonë, është që këto kanë marrë më shumë se sa ju ka takuar. Se po t'ishte ligji elektoral siç e kanë kërkuar si Kosova me 5%, to do ishin jashtë fare, s'do kishin mandat deputet. Nuk do kishin sot mandat deputet. Pra, ky sistem i cili u bën nga Rama drejt për drejt dhe u nxitsu nga Rama drejt për drejt, i ka favorizuar. Çfarë i favorizon tjetër? Jo, dhe mund të ketë defaktorizuar, nëse do kishte bërë atë që bëri në terren, në kuptimin që mori 83 mandat, e kupton, ta mund ta kishte ka 5%. Dakor? Se ato po, sepse 2.5% që këta nuk i kanë marrë, mund të ishin dhe votat e tyre. Mund të ishin dhe votat, po gjithë janë vjedhur në këtë. Ore jemi para faktit, mos hipotetizojmë për gjërat pa qena. Si gjërat pa qena më politet. Po ngrem këto gjëra pa qena. Pse reagojnë kur shohin dhe ato proces të manipuluar zgjedhor? Kjo është pyetje. Mirë, pse? Këta njerëz që kanë qenë në terren dhe ka pas se për shembull disa parti kanë pas kudo, i kanë pas në çdo qark të Shqipërisë i kanë pas kandidatët të tyre. Atyre nuk ju kanë ardhur indikacione sepse çfarë ka ndodhur në Elbasan, çfarë ka ndodhur në Durrës, çfarë ka ndodhur në Lezhë, çfarë ka ndodhur. Se reagojmë sepse Spaku nuk ka hyrë në Bashkinë Durrës, por ka shkuar në Bashkinë Klos. Pra çfarë është kjo? Është thjesht një selektim për gjetur ca bashki të vogla, pra që nëse kanë një ndërmarrje, në një sipërmarrje për sa i përket inxhinierisë të votave, këto kanë ndodhur vetëm në bashkitë të vogla. Janë kërpurdha të ngritur për defaktorizuar Partinë Demokratike dhe vokacionin që ka ngritur Partia Demokratike për hir vërtetë, sepse kundërshtari kryesor i Edi Ramës ka qenë Sali Berisha me të mirat dhe të këqijat e tij. Në historinë që ka, me kontributet që ka dhënë, me negativitetin që ka bërë në shumë raste të caktuara, pa diskutim problemet që kanë gjallë. Por në thelb nuk më mohoje askush që kundërshtari kryesor ka qenë Sali Berisha dhe çfarë bën? Kundërshtarët për njëri tjetrin gjejnë makinacione të ndryshme për ta mbytur tjetrin, për ta shkatruar tjetrin, dhe jo për patericat që ka. Pra, kush është kundërshtari jot? Dhe ti luftën e ke me kundërshtarin, ti nuk e ke me kundërshtarin imagjinal. E çfarë do humbisni këto nëse do reagoni partitë e vogla? Si çfarë do humbisni? Ato zgjedhjet e ardhshme fiksohen totalisht. Janë të nuk ekzistojnë më. Lokale, zgjedhje lokale apo zgjedhje parlamentare? Kemi thënë këtu para 2 muajsh, domethënë që këta kanë një risk shumë të madh. Këto partitë e vogla. Nëse këta nuk ngrihen lartësinë e dur, lartësinë e demokracisë gjitha me radhë, këto mund marrin fund më njëherë. Pra, nëse këta bëhen thjesht anojnë ose bëjnë vegla në një farë mënyrë. Po duhet të ishin pra prezente mediatikisht më vëlla, duhet të ishin prezente. Nuk ja kemi hapur më vëlla studion tani, pse fletit tani sikur këtu është gjithçka roz. Po se kemi hapur more. Po ose kemi hapur kundrejt parave. Po pra, shiko edhe një herë. Nëse Partia Demokratike dhe Partia Socialiste për shkak të viteve që kanë në skakierën politike, i kanë të hapur edhe dyert e studieve atje këto. Partitë e tjera, partitë e tjera duhet paguajnë vëlla. E diti këtë gjën? Po tan, nga Selie vet o burr, tregoni nga Selie vet që ky proces ishte këtu. Ti po thua do që fajin e ka Filizi që nuk ngriti kokë, po jo. Unë mendoj që në kjo heshtje e partive të vogla një pjesë e tyre ata i interesohen dhe e pranojnë këtë rezultat nisur nga pragmatizmi i tyre i ndyrë. Nga pragmatizmi i tyre i ndyrë sepse mendojnë pakën 2 prej tyre, Qorri dhe Sheaj, mendojnë që në 2025 deri në 2029 do jenë alternativa kryesore opozitare në Shqipëri. Kanë hallë të marrin fluksin opozitar. Dhe ato e pranojnë këtë rezultati që për hir të vërtetës, edhe pse është i deformuar, shkatron Partinë Demokratike, ka shkatruar Partinë Demokratike.
si forcë më e madhe opozitare. Tashmë ngelet në Partinë Demokratike për gjetur rrugën e duhur për të hequr aktorët dhe për ta quar partinë tek shoqëria. Që nga një çështje strategjike Partia Demokratike duhet ta konsiderojë, ta konsiderojë seriozisht të majorancë regjim. Por, kur themi regjim, ta marrni seriozisht. Dakor? Dhe do t'i përgjigjet si regjim. Por jo i thua regjim dhe nga krau tjetër, e kupto? Si sillet sigurinë e një demokraci funksionale. Kjo nuk mund ndodhi. Kjo gjëja. Regjim do të thotë që është parlament, por nuk është parlament. Po nuk e kam thënë unë këtë, falë, edhe një herë. Sepse shiko, në këto 12 vite ti si Partia Demokratike, na ke thonë që ky është regjim. Por në fakt ti e bër pjesë e këtij regjimi. Dakor? E kësaj demokracie e cila nuk është funksionale, por ti e ke trajtuar si funksionale. Dakor? Tashi çka kuptimi ka, domethënë ti po zgjedhje pas zgjedhje, thjesht për ta tregon neve domethënë që këtu ka prova komplementuese, që këtu vitet zgjedhje, banda kriminale, tashmë kanë marrë një rol komplet tjetër atje. Pra nuk e kanë më zgjedhje, nuk e kanë më në dorë majoranca më. Nëse dikur i vjedhte një majorancë e caktuar, tashmë e kanë në dorë organizimin e zgjedhjeve, e kanë bandat kriminale, më kjo është ashiqare fare. Dakor? Ti nuk mund të sillesh më si një republikë parlamentare. Nuk është më republikë parlamentare kjo që ka ndodhur këtu. Tani si mund ta frymëzosh ti elektoratin tonë ose njerëzit janë të pavendosur ose që kanë një bindje që ky është regjim, e kupton si mund të nxjerrësh ti në rrugë. Kur ajo që do ndodhi ose ka ndodhur nga 11 maj e brapa, është edhe ajo pjesë e mbetur e opozitarizmit, po mendon të largohet nga ky vend. Do ketë protesta pra të erdhshme. Po çfarë protestash? Se protesta ka pasur ka 12 vjet protesta. Kështu ka parashikuar Partia Demokratike. Nuk e di tani. Se s'merr aktin ekstrem Partia Demokratike, mos shkojnë në parlament. Të ndërtosh protestat, dalë jashtë sistemit. Pikëparja duhet parë sa ke gjitë dhe sa do të gjisësh tek simpatizantët e tuaj, por edhe tek një pjesë e shoqërisë që është përtej asaj çfarë përbën partia, koshi i partisë. Unë mendoj pikëparja duhet të jetë duhet ndërtoj një retorikë racionale ndërtuar mbi fakte, ndërtuara mbi argumenti logjik, ka shumë rëndësi. E dyta, duhet japi sinjale shumë të forta për mënyrën e ristrukturimit të saj. Sepse nuk mund të hapet partia. Tani ta themi të vërtetën, me atë personazhe që ka aktualisht Partia Demokratike, nuk ngjall entuziazëm në popull. Jo mund ngjall të radhët e veta aty ku ka militancë vetë, po jo të shtrihet të përhapet. Ne po flasim tek shoqëria zoti. Po flasim tek shoqëria, besimi që krijon tek shoqëria, argumentet që shfaqen. E treta, që është shumë e rëndësishme, duhet të ketë njerëz cilët vinë nga shoqëria, vinë nga profesionet, njerëz cilët kanë dhënë një lloj kontributi në shoqëri dhe kanë çfarë japin për një vërtetës. Jo njerëz që për herë të parë i shohim vinë me katapultim, gjëja se kanë marru ca shkolla juvarin, ca diploma në qafë, edhe në thelb kur testohen dalin ca mollë prishme. Duan vinë njerëz nga, po marri personifikim që u përdorte shumë në 92-shin atëre, nga gurore. Njerëz cilët e kanë latu gurin. Pra kanë nderdhë një lloj kontributi. Mjeshtri, jo njerëz cilët kur i pyetën ku jeshit, si ishin askund. Pra njerëzit e punës, ku futen njerëzit e punës në lojë, mediokrit dalin jashtë, vetë automatikisht i nxjerr mjedisi, s'ke nevojë të nxjerrësh ti. Pra Partia Demokratike ka qeduar në këto aspekte, por përballë kësaj majoranse jam plotësisht dakord me Tanin, duhet t'i vendosim etiketën e duhur reagimit. Nëse je i bindur dhe konsideron që është në partneritet me krimin organizuar, e përdor gjithë infrastrukturën shtetërore karshi saj, ka një administrat totalisht të politizuar, ka një gjatësi. Si faktor, ke pra tani për të thashë herë ke pra tek zoti Tabaku pra tani edhe herë, që e merrin e fusin ke bagazhin një makinë si mos e shitën bandat rivale, si amershin. Po. Problemi qëndron që duhet të përgjigjet, duhet të gjejmë mënyrën për të përgjigjur. Le të marrë në funksion 10 e vjetër. Sy për sy dhëm për dhëm. Nuk mund të eci me 10 e re se po marrë një nuk mund të marrë 10 e re ku e goditën njërin në faqe i kthej faqen tjetër. Dhe ka dhe i problem tjetër. Pra duhet të përgjigjet ka dhe i problem tjetër shumë serios Partia Demokratike që unë e vere që përveç se janë humsa në seri të përsëritur. Po janë dhe me fqarë mërtjurim. Unë shoh aty thik
brenda bukës së Partisë Demokratike, njerëz të cilët kanë humbur mandatin atje dhe turpin ja veshin Partisë Demokratike. A thua ti se këta nuk janë pjesë e këtij turpi që ka ndodhur? Veten e veçojnë, ëh? Po, veten e veçojnë. Dhe dalin pa pik turpi aty, e kuptoj, dhe i ulin thikën Partisë Demokratike. Partia Demokratike duhet, Partia Demokratike duhet pastrohet urgjentisht nga këta njerëz. Njerëz të cilët kanë humbur 4, 5, 6 palëzgjedhje. Dhe kanë 30 vite që rrin politik aty. Dhe janë bërë palaço se nuk i shef dot njëri me sy. Dhe prandaj nuk afrohen njerëz që sot ke Partia Demokratike. Për shkak këtyre lloj palaçove atje që gjejnë mikrofon edhe te media që janë thellësisht ekstremiste ndaj Partisë Demokratike dhe zbrazin gjithë mllefin e tyre. A thunë se s'ka ngrënë ka i Çanak. Ata janë pjesët i Çanaku, jo vetëm që kanë ngrënë aty, e kuptoj, po janë majmur ka i Çanaku i PD-s. Po këta janë zëra. Atë që nuk e bën periferik pastaj. Jo, nuk janë, cilat janë zëra periferik? Janë zëra. Më fal, drejtuesi politik i qarkut të Partisë Demokratike, ky është zë periferik, i cili ka marrë 4 mandate. Ky është zë periferik? Seriozisht e ke? Jo, flas nuk e kanë atë rezonancën e durë që duhet të kenë brenda radhës. Ta e njerëz të cilët militantë PD-s u kanë shkuar nga mbrapa në shi, në diell, pa drejtësisht u kanë shkuar nga mbrapa. I kanë mbajtur, i kanë ushqyer. Atje e kanë mbuluar dielli me shosh. Atje di shumë mirë këtë gjë dhe vinë sot dhe i bëjnë me gishtë Partisë Demokratike. Ja, po t'jap një tur i madh. Se ti e di fakte. Fakte s'flas. Fakte që aty se ti e ndjekës shumë mirë i politikës dhe i gjom. Gjom më mirë se tani një fakt. Ke që ma kujtoj me 4 mandateve. Po i fakt me 4 mandate. Ore se nuk ja tha emrin, po ja tha mua Gazmend Bardhi, ka shku ka kandidu i pari i qarkut Fier. Po. Kupton? Sigurisht. E dini ju dhe ju e dini shumë mirë se jeni nga ajo zonë, nga Fier jeni, që kishte gjithë stafin e vet, kishte krejt lushnjar. Pra, gjithë deputetët që ishin krejt nga lushnja, vetë ishte nga Kavaja dhe kishte ardhur me marrë vota në Fier. Që Fieri dhe lushnja vetëm do fakt ma. Po. Do fakt. Se po më kujton ato shprehjen e një vlonjati që i tha, nga je nga Fieri. Edhe tha mos ashtu se mund të ishte edhe nga Luçi, tha, s'ka problem. Dëgjoj tani, do ka fakt më të madh, ka shëmtim më të madh. Nuk ishte përfaqësuar asnjë nga komunitetet e mëdha dhe të nderuara që ka Fieri. Kosovarët, Çamët, Firakët qyteti, nuk ishte nga rrethinat, nuk ishte nga Mallakastra si kandidat nga Mallakastra. Zotëri si mund ta përballojë Ballukun? Si mund t'i dilje përballë Belinda Ballukut e cila ishte stacionuar 6 muaj para. Makineri votash ishte stacionuar 6 muaj para atje dhe jetonte atje dhe kishte zgjedh dhe kriju partneritet me gjithë aktorët lokal të zonës. E kur e mendon që si mund dilte dikush nuk është politika. Është politika dhe pse duhet rrinë demokratët me zotëri Borç, një personazh i ty, pse duhet rrinë me zotëri? Kur ti je krejtësisht i Dite i tjetër më, po aty në qarkun e Elbasanit, që trajton dhe Suel Qenës si Richit e Beautifullit. E kupton? Se jemi në fund. Po si mund të trajtosh Suel Qenës si Richit e Beautifullit më? E kupton? Ajo të rrezik ta më, dhe fajin e ka Partia Demokratike. Faj ka Saliu se Saliu nuk ka pru. E kupton që ka gjeni jemi ne. Jo, ideja ishte këtu që ta përmbledhim se jemi në fund të minutave. Duhen prova, duhen fakte që t'u serviren shqiptarëve. Të shohim në ditën e vijim se çfarë do të ketë. Prandaj edhe temën e emisionit të sotëm, të mbrëmjes së sotme, u ndalëm pikërisht te kjo çështje, te çështja e zhurmës që pas zgjedhore që do të shohim në vazhdimsi. Duke pas parasysh që kemi dhe 83. Ju nga Fieri keni edhe atë mirë tha, po ai që volli lopën, tha, kanë ai faj, kështu që se ju keni shpikur ju ke strada e Fierit, kështu që mirë tha, po ai që volli lopën, kanë ai faj apo faj ka vetëm Cania. Po vetëm Cania kishte, okay, dakor. Fajin që ju dakor, okay. Mbritën fund. Faleminderit Dritan, faleminderit Eldar, të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të programit edhe për mbrëmjen e sotme. Ju falenderojmë që na ndoqët. Ju kujtojmë takimin ton të ardhshëm, ndoshta pas këtij sezoni veror. Dhe deri atëherë, mirupafshim.